Ndonjëherë ndjenjat kanë mënyrën e tyre të çuditshme për të na gjetur, edhe kur ne përpiqemi t'i shmangim. Kështu ka qenë edhe historia ime me kushtrimin. Mbrëm, për një moment të vogël, mendova se mes nesh po ndodhte diçka e bukur. Një shikim, një fjalë, një afrim i lehtë. Sikur zemrat tona po i përgjigjeshin njëra tjetrës pa pasur nevojë për fjalë. Sikur ai po e kuptonte më në fund se unë nuk jam thjesht një ndales në jetën e tij, por një ndjenjë që nuk shuhet lehtë, por, si gjithmonë, realiteti erdhi si një erë e lehtë që tund gjithçka. Unë heshta, nuk e pasova lojën e tij, dhe ai u largua drejt dikujt tjetër. Shkoi te Sasha, ndoshta duke kërkuar diçka që mendonte se s'po e gjente tek unë. Dhe prap, sa po rruga atje nuk i eci, sytë e tij u kthyen tek unë. Si të më kishte mbajtur gjithmonë si një yll rezervë, që shkëlqen vetëm kur qielli i tij mbetet bosh, dhe unë mbeta aty mes dy botëve, mes asaj që meriton zemra ime dhe asaj që ajo ende ndjen për të. Sepse, sado që mundohem ta mohoj, ka diçka tek ai që më prek thellë. Mënyra si më sheh, mënyra si afrohet, sikur ka diçka që ne nuk e mbarojmë kur dot. Sikur kemi një histori të pashkruar që vazhdon të më thërras, por unë dua më shumë se kaq. Dua një dashuri që vjen e qëndron, jo një dashuri që kthehet vetëm kur i ndes kujtimet. Dua dikë që më zgjedh sepse e ndjen. Jo sepse nuk i funksionoj askush tjetër. Dua që kur ai të më shoh, ta ndjej frymën e tij si premtim, jo si dyshim, dhe ndoshta, në fund, gjithçka varet nga një pyetje e thjeshtë që zemra ime e përshpërit gjithnjë e më shpesh, a vjen tek unë sepse më do vërtet? Apo thjesht sepse unë jam vendi ku gjem paqe kur bota e tij bëhet e zhurmshme, unë e di çfarë ndjej. Dhe e di çfarë dua, një dashuri që më merr dorën dhe nuk e lëshon. Por tani dua edhe të di. A është ai gati të jetë kjo dashuri?